Mos respektimi i gjuhës shqipe nga ana e institucioneve dhe nga përfaqësuesit në qeveri është tema që sot do të trajtojmë bashkë me Fitim Ramadanin, inspektor për zbatimin e gjuhës. Mirë se vini në Alsat. Mirë se u gjetë. Do të filloj me atë që ishte sot lajmi i ditës e që ishin gjetjet e inspektoratit në veprimet e ministrit të drejtësisë Igor Fillkov për mos respektuar gjuhën shqipe. E kjo që i referohet sidomos provimit të jurisprudencës dhe disa akteve të tjera. Mund të na shpjegoni më tepër se cilat janë gjetjet? Spari faleminderit për ftesën që të jem misafir në televizionin Alsat. Normal, në opinion gjatë këtyre ditëve ka qenë temë aktuale për të gjithë opinionin edhe mbarvajtja e provimit të jurisprudencës. Konkretisht, në inspektoratin për përdorimin e gjuhëve, nga ana e studentëve, do me thonë, është dorëzuar peticioni. Me të njëjtin peticion, studentët kërkojnë mbajtjen e provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe. Po ashtu, në inspektorat kemi pas interesim edhe nga opinioni dhe edhe nga gazetarët, do me thonë edhe me shkresa. Duke marrë parasysh këto indikacione, drejtori i inspektoratit për përdorimin e gjuhëve, zotri Arcimi Drizi, jep urdhër për mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese në Ministrinë e Drejtësisë. Të njëjtën urdhër, do me thonë, ja mundson në ligji për mbikëqyrje inspektuese. Konkretisht neni 58 paragrafi 1. Me pranimin e urdhrit nga ana e kërkoj faljes, është patjetër, do me thonë, do të jem sa më i qartë dhe do mundom ta sqaroj, do me thonë, komplet gjendjen faktike se çka është gjetë në Ministrinë e Drejtësisë. Do me thonë, me pranimin e urdhrit nga ana e drejtorit, ne si inspektor kemi vepruar në bazë të atij urdhri. Me datë 17 shkurt, ne si inspektor fillojmë mbikëqyrjen e jashtëzakonshme inspektuese në Ministrinë e Drejtësisë. Mbikëqyrja e jashtëzakonshme inspektuese ka zgjat diku 10 ditë. Do me thonë, në konstatimin e gjendjes faktike, si paregullsi, do me thonë, si hapi parë, që nuk zbatohet ligji për përdorimin e gjuhëve, kemi të bëjmë këtu me rregulloren, që rregullon mbarvajtjen e provimit të jurisprudencës. Po ashtu, këtu ka të bëjë edhe programi. Të di këto dokumente janë të publikuara në gazetën zyrtare në vitin 2019 vetëm në gjuhën maqedone. Do me thonë, janë në kundërshtim me nenin 17 të ligjit për përdorimin e gjuhëve. Do me thonë, si paregullsi tjetër, këtu kemi të bëjmë edhe me kërkesën. Do me thonë, hapi parë studenti apo juristi i cili do të marrë pjesë në dhënien e provimit të jurisprudencës duhet ta plotësojë kërkesën. Kërkesa është vetëm në gjuhën maqedone. Të gjitha këto, do me thonë, edhe rregulloren, edhe programën, edhe kërkesën, ne i kemi si dëshmi në lëndë që e kemi konstatuar gjendjen faktike në Ministrinë e Drejtësisë. Kërkesa është vetëm në gjuhën maqedone. Në mbikëqyrjen e rregullt inspektuese që ka kryer inspektorati për përdorimin e gjuhëve në vitin 2023, kërkesa ka qenë në gjuhën maqedone dhe kërkesa tjetër ka qenë në gjuhën maqedone dhe në gjuhën shqipe. Do me thonë, deri në vitin 2023, atëherë kemi konstatuar, çfarë përpara nuk e di, po do me thonë në vitin 2023 e njëjta kërkesë ka qenë konform ligjit për përdorimin e gjuhëve. Gjithsesi nenit di paragrafi 1 të ligjit për përdorimin e gjuhëve. Po ashtu, do me thonë si paregullsi është konstatuar edhe njoftimi i studentëve apo pjesëmarrësve për provimin e jurisprudencës. Do me thonë njoftimi zakonisht nga ana e Ministrisë së Drejtësisë bëhet përmes webfaqes. Edhe pse Ministria e Drejtësisë webfaqen e ka në gjuhën maqedone, në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze, njoftimi nuk është bërë edhe në gjuhën shqipe. Do me thonë, kjo është paregullsi që konfirmohet nga ana e inspektorëve të webfaqja. Kjo është në kundërshtim me nenin 6, paragrafi 4 i ligjit të përdorimit të gjuhëve. Po ashtu, do me thonë, si paregullsi tjetër, këtu në komplet procedurën, Ministria e Drejtësisë bën thirrjen e amandamentit 5 të Kushtetutës Republikës Maqedonisë së Veriut. Do të thonë, bën shkelje të nenit 1 të ligjit për përdorimin e gjuhëve, bën shkelje të nenit 2 të ligjit për përdorimin e gjuhëve, bën shkelje të nenit 6, bën shkelje të nenit 17. Do me thonë, janë konstatuar diku 6 shkelje gjatë procedurës
mbajtjes së provimit të jurisprudencës. Cilat janë masat të cilat inspektorati duhet në këtë rast ta njoftoj ministrin Filkov se duhet t'i ndërmerr për mos të arritur deri te gjoba ose masat ligjore ndaj tij? Realisht, ne nuk e njoftojmë ministrin, ne dalëm në teren, e konstatojmë gjendjen faktike, përpilojmë proces verbal, në afat për 3 ditëve, në afat për 7 ditëve, nga data e përpilimit të proces verbalit, sjellim akt vendim dhe me akt vendim e detyrojmë ministrin që t'i ndërmarrë, domethënë, t'i rregulloj këto paregullësi. A jepet afat për t'i rregulluar të çështje ministri? Po, domethënë afat 30 ditor mbas akt vendimit. Ministri Filkov duket sikur e ka marrë, tash nuk mund ta themi ideologjike ose personale, këtu është një vijë shumë e hollë për të përcaktuar qëndrimin e tij ndaj gjuhës shqipe, megjithatë ndaj inspektoratit nuk ka miratuar edhe planet mujore, mbi të cilat vepron institucioni. Realisht, Ministri i Drejtësisë është kompetent për planin mujor për muajin mars. Përpara ka qenë me ndryshimet e ligjeve, tash është kompetenca e Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministri i Drejtësisë është kompetent për planin për muajin mars. Realisht, ne si inspektorat, planin mujor për muajin mars e kemi përgatitur me datë 23 shkurt dhe është dërguar në Ministrinë e Drejtësisë. I njëjti plan ka qëndruar në Ministrinë e Drejtësisë deri më datë 23 mars. A që në fakt është dashur në para fillimit të marsit ta miraton dhe ta keni planin për veprim? Po, domethënë në bazë të ligjit për mbikëqyrje inspektuese, ne në 27 e obligon që ministri me propozim të drejtarit të miratoj planin për mbikëqyrje inspektuese të inspektorëve më së voni deri në fillim të muajit. Domethënë kështu e detyron ligji. Konkretisht, më së voni në bazë të analizave tona si inspektor është deri më datën 5 të muajit. Kurse ministri të njëjtin plan e ka nënshkruar më datë 18 sipas informatave që i kemi ne dhe plani është dorëzuar në inspektorat me datë 23, realisht në fund të muajit. Dhe inspektorati për mbikëqyrjen inspektuese, inspektorati për mbikëqyrjen e ligjit për mbikëqyrje inspektuese nuk kemi pas mundësi të dalim në teren që ta realizojmë atë, sepse i njëjti nuk është miratuar në kohë. A mund thuhet kjo se është një sabotim nga ana e ministrit që i bëhet inspektoratit të gjuhës? Përderisa refuzon të zbatojnë gjuhën shqipe, përderisa refuzon aktet në ligjore të ketë në gjuhën shqipe, përderisa refuzon provimin e jurisprudencës, përderisa refuzon planet mujore të inspektoratit? Nuk duhet ta komentoj këtë pjesë, është tendencioze, ne si inspektor domethënë thirremi vetëm nga ana ligjore. Nuk është sjell në kohë, si pasojë asaj që nuk është sjell në kohë, ne si inspektor nuk kemi mund të dalëm në inspektim në muajin mars, që ta realizojmë domethënë planin për inspektim për muajin mars. Do t'ju pyes pak për disa gjetje në Tetov, edhe për të cilat kemi mësuar se ka pasur gjoba me vendim të gjykatës. Cila është e vërteta në këtë rast? Po, realisht gjetjet nuk kemi gjetur domethënë paregullsi vetëm në Tetov, paregullsitë më të mëdha janë në institucionet qendrore në Shkup, po këtu institucionet në Tetov domethënë dallojnë vetëm këtë aspekt, për shkak se gjykata themelore e Tetovës ka shqiptuar dënim, domethënë e ka marrë parasysh kërkesën e iniciativës për kundërvajtje nga ana jonë si inspektor. Dhe kemi të dënuar di institucione, ku mund të sek edhe publikisht, domethënë është qendra ndërkomunale për punë sociale në Tetov dhe Fondi Sigurimit Pensional dhe Invalidorënjësia Rajonale Tetov. Në gjykatën e Shkupit, lëndët e inspektoratit janë të bllokuara nga viti 2022. Këtu është domethënë diferenca. Sa lëndë për momentin nëse keni si informacion, sa lëndë presin në gjykatë? Në gjykatë presin diku 53 lëndë, në gjykatën penale Shkup njësia për kundërvajtje. Si është funksionimi me institucionet tjera? Po thoni që pengohet, nuk zbatohet nga institucionet qendrore. Si është raporti me ministrit në këtë rast? Realisht, ne si inspektor, gjatë mbikëqyrjeve inspektuese, qofshin ato të rregullt apo të jashtëzakonshme, raporti i institucioneve qendrore me inspektorët konkretisht do thirrem në këtë rast, ka qenë korrekt. Domethënë kemi pas qasje në dokumentacion, kemi konstatuar gjendjen faktike,
i kemi ndjek procedurat që parashien me ligj. Këtu dua të theksoj vetëm Ministrinë e Financave. Domethënë gjatë mbikëqyrjes kontrolluese në Ministrinë e Financave nuk ka qenë ai raporti, domethënë institucion inspektor. Dhe neve si inspektor nuk na është mundsuar qasja në dokumentacionin e Ministrisë së Financave. Dhe për këtë arsye, për Ministrinë e Financave ka procedurë kundërvajtëse, jo për mos zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, për shkak se ne nuk kemi arrit ta konstatojmë gjendjen faktike, por ka procedurë kundërvajtëse për mos bashkëpunim me inspektorët. Do thotë derisa nuk ju është lejuar bashkëpunimi me Ministrinë e Financave, do thotë që nuk keni mund ta konstatojnë se si është zbatimi i gjuhës shqipe në këtë digaster. Po, e vërtet. Po e kemi përdorur mekanizmin tjetër që na mundson edhe ligji i inspektoratit, edhe ligji për mbikëqyrje inspektuese, domethënë e kemi përdorur procedurën kundërvajtëse për mos bashkëpunim me inspektorat. Dhe pas kësaj procedure ka pasur reflektim nga ana e institucionit? Jo, domethënë aty përfundon puna e inspektorit, lëndën e kemi dërgu, e njëjta lëndë është e bllokuar në gjykatën penale njësia për kundërvajtje në Shkup. Domethënë nuk kemi vendim për këtë rast. Po me ministrit tjera, për shembull me ministrinë të cilën e heq Goran Minçe. Realisht në Ministrinë e Administratës Publike kemi pas një mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese, janë konstatuar parregullësitë, edhe po e njëjta lëndë është në gjykat. Problem kryesor me Ministrinë e Administratës Publike, ne si inspektorat e kemi edhe këtë patjetër duhet ta ceki për opinionin. Të gjitha aktet nënligjore që ajo që na intereson është çfarë është gjetur aty dhe sa është e zbatueshme, përkatësisht sa është e pazbatueshme gjuha shqipe në këtë ministri. Ministria e Administratës Publike është ministri e re, domethënë. Ne si inspektorat nuk kemi mundur të shkojmë në mbikëqyrje të rregullt të inspektuese. Kemi qenë vetëm në mbikëqyrje të jashtëzakonshme. Mbikëqyrja e rregullt inspektuese domethënë komplet lista e kontrollit, dhe kontrollohet komplet procedurat, duke filluar nga tabelat, vulat, procedurat, akte nënligjore, ligjet, formularet. Kurse në mbikëqyrjen e jashtëzakonshme, mbikëqyrja e jashtëzakonshme është me iniciativë nga qytetarët dhe kontrollohet vetëm çështja që e tangon qytetarin. Dhe në këtë rast ne kemi kryer vetëm mbikëqyrje me iniciativë të qytetarëve. Domethënë është në plan për vitin 2026 edhe mbikëqyrja e rregullt inspektuese në Ministrinë e Administratës, por ne si inspektor duhet të presim vendimin e gjykatës të mbarojmë mbikëqyrjen e jashtëzakonshme, mbas andaj të fillojmë me mbikëqyrjen e rregullt inspektuese. Nga kjo mbikëqyrje e jashtëzakonshme çfarë është konstatuar, si qëndron puna me proces verbale dhe me akte tjera nënligjore? Jo, domethënë këtu iniciativa ka qenë për deklaratat në opinion që jep ministri, konkretisht mendoj se edhe iniciativa ka qenë nga gazetarët, kanë qenë vetëm në gjuhën maqedone, dhe mendoj se të njëjtat janë vetëm në gjuhën maqedone. Ne kemi konstatuar se ato nuk janë në përputhje me ligjin për përdorimin e gjuhëve, edhe lëndën e kemi dërguar në procedurë për kundërvajtje në gjykatën kompetente në Shkup. Si është sot funksionimi i institucionit? A është vështirësuar puna e institucionit tani? Realisht me ndryshime, që tash jemi organ në përbërje të Ministrisë së Drejtësisë, domethënë është më vështirë funksionimi. Për shkak se gjithçka që ka të bëjë me inspektoratin për përdorimin e gjuhëve vendosën Ministria e Drejtësisë, konkretisht ministri. E kemi edhe rastin e fundit, domethënë me mos nënshkrimin e planit mujor. Shpresojmë dhe asgjë dom ne ta mendojmë si inspektor dhe si të punësuar se kjo është bërë me qëllim. Domethënë nuk e di cilët faktor mund të kenë ndikuar që mos nënshkrohet. Ndoshta edhe angazhimet e ministrit, po shpresojmë se bashkëpunimi do të jetë institucional. Se kemi obligim ligjor edhe ne si inspektorat, po edhe Ministria e Drejtësisë. A është kërkuar zgjerimi i kapaciteteve njerëzore në inspektoratin tuaj dhe çfarë përgjigje keni marrë në këtë rast? Është ndoshta më shumë pyetje që i adresohet drejtorit të inspektoratit, po ju pyes për shkak se kam në studio dhe besoj se keni informacion. Po, kam informacione, realisht kjo është në kompetencë të drejtorit, po mund të përgjigjem shkurt. Gati çdo vit nga ana e inspektoratit kërkohet pëlqime për punësim. Në Ministrinë e Financave, në Ministrinë e Administratës, domethënë komplet procedurë.
dhe pëlqimet këto vitet e fundit kanë qenë. Realisht, ne si inspektoriat kemi nevojë për inspektor të ri, kemi nevojë për kuadër në inspektorat, se numri të punësuarve në inspektorat është vetëm 15, me drejtorin jemi 16. Faleminderit për kohën tuaj në Alsat. Faleminderit, ishte kënaqësi.